Të dashur shikues, jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar me një tjetër bisedë. Tani është koha për rubrikën Rrëfime nga gratë të suksesshme, ku si gjithmonë kemi të ftuara zonja që ndajnë linjën e jetës së tyre bashkë me ne këtu në studio, si atë rrugën profesionale, po edhe atë personale. Sot e kemi të ftuar Bulza Havolli Luka. Mirë se erdhe dashur, shumë kënaqësi të kemi në studio. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi me që jam pjesë e studios. Si po ecin këto ditë për ty, ka fillu kjo sezona verore, edhe pse për ju artistat s'ka mbet tashmë veç vera kështu sezoni ngarkuar. Qashtu është, na realisht muzika, arti nuk ndalet kurrë, ka gjithmonë atë ritmin e vetë dhe varet sa edhe në çfarë angazhimet ndryshme e fokusume, po gjithmonë muzika është pjesë e javës. S'ka shansa mos me pas muzikë. Ke arrit me i bo pushimet, apo je person që pas sezonës kështu, shtator, tamam me imbush bateriat për atë pjesën e sezonës tjetër, provave tjera? Realisht, jo se s'kemi pas mundësi as për një pushim, na e shfrytëzojmë ka njerë një fundjavë, që me shku dikon me bo një pushim për ndryshe jo, sepse përveç fushës muzikës jam angazhuar edhe në drejtimet tjera, ajo tani po bëhet pak tepër, po të njëjtën anë dashnia për punën dhe dashnia për këto po të lënë që ka një herë me majt vetën peng, po pja vlen. Jashta artit, muzikës, cilat janë to angazhimet tjera të përditshme të Bulzës? Po, unë merrem edhe me marketing, bashkë me burrin. E kemi edhe një organizatë jo qeveritare me të cilën funksionojmë edhe një kompani për marketing, edhe këto të një janë, mendoj që prapë është një bashkëdyzim mes fushës të muzikës edhe të artit, se marketingu mbrana vetës e ka edhe pjesën e artit, pjesën artistike që i duhet, dhe pra jemi me projektet ndryshme. Sfundje kemi pas edhe një festival, Newborn Festival, që ka qenë shesh që është mbajt, dhe këto angazhime, të më thonë, një pas një, ritëm i jetës i shpejt, kështu. Për fundjavë, kush vendos më shpesh për ato planet, apo jeni tipa më spontan? Spontan, shumë spontan. Preferoni më shumë këtë pjesën natyrë, apo tash breakdate-in e përmendet që po mundoni me i shfrytëzu ndonjëherë këto fundjavat për ndonjë pushim të shkurt? Këtë fundjavë realisht kemi qenë mal. Kemi bo një grill, ditë barbecue, po këto herave tjera krejt në barit që kemi disponimin, do të ka njerë veç nisemi dhe thojmë a diqka, pimalim të tesha, ku dalim. Po për me arrit krejt këtë rrugtim profesional në fushën e muzikës, pa dyshim që Bulza ka kalu në etapa ndryshme tjetës. Që po kthehemi tek pjesa e fëmijërisë, të kujtohet se ka qenë arti ndër fushat që i ka dashur Bulza gjithmonë edhe si fëmijë? Këto janë mas një kjo pjesa, dhe që thonë prej kur e ke fillu që ke thonë që donë muzikën e kështu e vërtet është që pi fëminis, edhe i kuptoj dhe i besoj gjithë ata që thonë prej fëminis e kam po talentin, se vetë kam qenë edhe mësim dhanse dhe kom arrit me i pa dhe fëmit cilët janë talentum për afer, me i pa që me të vërtet është një talent që linë njeri me ta. Të njëjtën e kom pas edhe unë. Prej fëmi kër kam qenë e vogël, nëse ka pas dikun muzikë, ose ka pas diqka, unë jam kun gjithmonë aty për me bo show, ose me këndu në kopshtin ku kam qenë ditë zëllonjat, i përshëndes mësuset aty që i kom pas. Une e kom pas venin ku kom bo performanca, kom këndu, atëherë kanë qenë të kongë të famshme të Adelina Ismailit e këto, në për format ndryshme, e kom shprej talentin qoftë për vallëzim, qoftë për aktrim, qoftë aja për këndim, po e kom dasht, realisht gjithë me zemër, si punë, edhe si hobi, edhe si qatë dush. Ato emocionet e skenës që shprej fëmijë pas ke thynë në një mënyrë? Po i ke ende, sa herë që jinë skenë, shfarë do performanca? Skena është e madhe, edhe si cila skene ka peshën e vetë. Unë e mendoj që edhe një paraqitje ku nuk ka emocion, nuk duhet me konë që ashtu. Duhet me ndje pakës emocion. Emocioni është ajo që ja bjen të bukrën personit që del me performu. E nëzirë në pa ato që ka brenda. Jo do mëzdëshmërisht me pas frikë. Frika nuk është asë njëherë bukur, ndodhë që mund është me pas frikë ose me pas emocione shumë të forta, mirë po se cila skenë është
zot në vete edhe të jep emocionet ndryshme që është e papërshkrueshme. Po e ke mendu në atë periudhën e adoleshencës, kur vetë se ke mendu me u orientu në karrierë, pak a shumë se do t'jetë muzika në një formë gjithmonë në jetën tënde, do të kthehet në profesion? Po, kur kam qenë shkollë fillore, e kam mbaru në Elena Gjika në Prishtinë, dhe qysh prej klasës 5-6, ku kemi fillu pak a shumë me diskutu me shoqet e kështu, lakmia ka qenë më konë bashk me shoqet e tjera që kanë shku në për gjimnaze e kështu. Mirë po, une e kom ditë vetën që nuk, thjesht, nuk kam qef me ba një punë, cilën nuk ndjej dashni, se shkon paralelisht e punë. Edhe veç shumë pas vendos që kom e shku në shkollë të muzikës, se kom shku në Prenk Jakova, edhe aty kom marrë hapat e parë në qasjen profesionale, sepse si fëmi kom qenë pjesë e grupeve të ndryshme, ku kemi këndu, ka qenë kori Zërat Gazmor, profesoresha Arjeta Daci, edhe ata përshëndes, aty kom pas edhe një kongë si fëmi kër kam qenë, e paraqitje ndryshme skenike, po pi qasjes profesionale si solo këndimi, kom fillu në Prenk Jakova me profesoreshën Lindita Hakaj, këngëtaren Linda Hakaj, ma të mirën. E përshëndesim shumë, e kemi pas edhe këtu në studion e fundjavës, edhe gjithmonë ka të regu për atë raportin e mrekullueshëm që i ka pas me gjithë nxënësit studentë të saj. Ajo është kujtimi maj bukur i shkollës që kom pas. Një prej arsimtareve ma të mira, më ka motivu, më ka jep dashni, më ka jep përkrahje, edhe në momentet ku nështë u dash me dalë prej petkut të arsimtarit e me hi taman me të ndimu, me të gjindë, ajo është e mrekullueshme është. Tregove që përveç si profesoresh që ka qenë shumë e mirë, edhe këtë aspektin shoqëror ka pas gjithmonë, ka tregu edhe atë raportin shumë të afërt me të gjithë. Çka të kujtohet gjithmonë si këshill qoftë para paraqitjeve tua skenike, qoftë diçka gjatë provave, ka diçka që gjithmonë e kujton që të ka thënë Linda në një këshill kështu të vogël? Dhe qysh, dashnia dhe ajo kujdesi ka qenë, për mu ka qenë gjithë shka. Unë jam qaj person që kujdesin edhe dashnin, kur e shoh që dikush është i but me mune, e du shumë. E du shumë se prej fëmije kom pas ndoshta një formë të trajtimit, jo me të lasdru, për një formë të trajtimit, jam rrit për një familje që e kanë qasjen e butën të folën, babën e kam edhe shkrimtar. Është një qasje ndryshe dhe kom gjetë dashni, sikur me pas një person të familjes që të rëngati, për performanca, kur kemi dalë, të ka motivu, të ka thonë, Mustanin, ti paraqitet qashtu që shë din vetën, qashtu dhe kur më sonal. Unë edhe tash me marrë telefon, të ofron ndihmë, është person i tillë. Po në periudhën e shkollës mesme, e përmende si një periudhë të artë për ty, pastaj vitet e studimeve, krejtësisht një botë tjetër, një angazhim tjetër. Po, pastaj kom fillu në fakultetin e arteve këtu në muzikë, me profesoreshën Merita Juniko në solo këndim. Fakulteti ka dallon. Ti si student, pastaj e merr një tjetër titull. Momentin që fillon me studiu një profesion, vetë fjala tregon që ti dosh me studiu, me hulumtu, me dasht, edhe vetë, sepse periudha ku arsimtari, potencialisht edukatori të rinë non-stop mbi kry, me thonë atë aspektin, përfundon me shkollën e mesme. Si student, ti dosh me qenë edhe vetë aktiv, për me ditë se që ka pëdën me marë prej asaj që ti jetu e studiu. Kështu që po këto dallon shumë shkolla e mesme prej fakultetit, po përgjithsisht edhe si gjenerate, kështu kemi qenë shumë
të mirë me njëri tjetrin, kemi kalu kohë shumë të bukura, edhe pse na si departament jemi pak më ndryshe sepse orët kolektive kemi më pak, kemi orët më tepër që i majmë një me profesoreshën. E pikërisht në Solo Kondim, sa është vështirë edhe për profesorët që për secilin të nxjerrat pjesën më të mirë të tij apo saj? Mendoj që secili profesor e gjen një cilën mundohet bashkë me studentin me zgjidh edhe me ndihmu për me dalën pa. Ajo është pjesë e didaktikës, metodologjisë të profesorit të cilët me të vërtet kudo që janë duhet me i falenderu. Një herë të falenderoj edhe në profesoreshën tem, sepse edhe ajo ka tregu tashni, ka tregu kujdes, dhe kjo është raport që të lidh gjithë jetën. Profesori mbetet, profesor mësuesi mbetet mësues gjithë jetën edhe vdes me atë titull. Është gjë e shajtë. Shpesh flasim për pjesën pas përfundimit të studimeve se sa hapen dyer, se sa kemi mundësi ta tregojmë veten në atë sferë që vetë se kemi studiu. Ka qenë një pjesë e lehtë për Bulzën kjo? Ka mujt me u gjindë me njerë në fushën e punës? Më varet me çfarë pikpamje e marr me pa. Unë. Një pjesë e madhe e sukseseve të njeriut është vetvetja. Nuk mundet kërkush me të ardhë edhe me të lutë, me thonë, amon, hajde ti, se s'po mujna na pa të jomërë, se ka artista, ka për se cilën fush, jo vetëm të na po dhe për gazetari edhe kështu, kur njeri e ka vullnetin me punu, punan në drejtim. Ose ka dhe raste që për arsyet të ndryshme, personale, ngecin. Edhe une nuk e quj as dështim, as kur qysh. Une thëmë, mjafton që njeri me provu se jo e ki përgjigjen, mjafton me provu edhe me gjetë rrugën dyqysh. Pastaj të tjerat vinë katardale. Na si gjenerat nuk është që kemi pas përveç koncerteve të vogla që e kemi bo, ose nëse ke dasht me shku në për audicione jashtë vendit tykon për me marrë pjesë për ndryshë. Opera atëherë nuk ka qenë, e themelume nuk ka qenë, opera është diçka e re në Kosovë, e pikrisht që është diçka e re, a di sa bukur, çfarë kënaqësie, bile që ku e kemi edhe gocën e Kaçanikut, çfarë kënaqësie është kur i sheh studenta të rinj që janë pjesë e operës, do të thonë opera është institucion i lartë i shtetit, edhe me të besu është me të vërtet privilegj i madh. Edhe ishe studentat se sa me zell e me kënaqësi e marrin to. Pastaj është pjesa tjetër ekipit që punojnë gjithë operës, që do të me i falenderu për këto mundësi që i dhajnë studentëve edhe artistëve të rinj. Një herët edhe unë këtë vetë kom debutu si soliste në një operë, Suor Angelika, që është mbajt. Ka qenë djenjë, jo më falenderu, edhe pse normal, kjo shkon baraz me punën që ti e bën. Po, puna, kur të thirë, është mirë mos mi thonë jo. Të qenë gjithmonë person i tillë, ambicios. Ke pas të njëra të caqet se do arrit deri këto, apo gjithçka ja ke lënë në dorë punës tënde me kohën? Mendoj që karriera nuk ka kulm. Me thonë, kjo është kulmi i karrierës, se kështu mendoj që nuk ka, se me një profesion që ti e merr dhe don, gjithë jetën ki me pas mundësi me shpalos diçka në një formë ose tjetër. Nesër mas nesër ndoshta kontribon si pedagog, kontribon format ndryshme që mendoj që puna nuk ka të ndalën, nuk dalë. Për ndalëm edhe pak të kjo fotografi, opera e parë kosovare, Goca e Kaçanikut. Një ndjenjë e jashtëzakonshme për gjithë juve që po ju shohim fotografi, po besoj. Kjo mbetet gjithmonë kujtimi më i bukur që e kam me operën. Dhe pse kom debutu si soliste, mirë po ka pas pesh shumë të madhe për mu.
pas pesh emocionale, pesh profesionale, e gjitha. Po, nuk e di, ma jap një emocion sa arësh, një emocion jashtëzakonisht fort. Sa është dasht kohë për me punu këtë operë, krejt kjo ekipe madhe? Kemi punu, baja ka qenë punë gati 1 vjet, që kemi punu për me arrit me sjell në skenë, edhe kemi përsërit disa herë, kemi qenë në Shkup, kemi qenë në Tiranë, ku e kemi paraqit operën Goca e Kaçanikut. Si është prit në krejt këto qytete që i përmende? Kanë qenë sallat plot? Plot. Plot. Kemi qenë edhe në Gjaku, kemi qenë plot ka qenë, sepse me të vërtet ka përkraje opera dhe normal, duhet. Po, pa tjetër, po shkon në rrugë të mirë, sepse gjithmonë flasim edhe për këtë pjesën e sallave, infrastrukturës në përgjithësi. Besë një ndër problemet kyçe për ju kjo pjesë? Diqysh, unë mendoj që disa fusha, për mu, momentalisht, kryesore është me arrit, me çu punën në fund ato se çam besohet mu. Te kjo pjesa tjetër, pastaj normal që kemi çdo herë ka vend për ma mirë, se shtëpia ka punë. Edhe kjo është ashtu, po unë shpresoj që me këtë vrull që e kemi marrë, me këtë kështu kemi me arrit mi prek ato qysh na menojmë që do të më kone denjë për një operë, po edhe kështu si është shoqër që është, edhe shoqër që ka projekte. I cekë edhe më herët që pavarësisht që ke debutu si soliste, prap Goca e Kaçanikut mbetet ndër opera që kemi mbajt në mend gjithmonë. Sa është vështirë të transmetosh komplet atë emocionin që e ndjem bulza brenda, atë performancën më të mirë, e bën atë krahasimin me vetë gjatë provave, pastaj gjatë paraqitjes skenike, sa je vetë kritike? Këta dy që shkojnë shumë ngusht kjo puna e artistave edhe vetë kritikës, jemi ko gjatë zhërmshëm në atë pikë. Sepse që ajo të ndryshon, që ajo t'i regullon problemet, që ajo të ndihmon që me qenë ma i sakt për herën tjetër, mësë mi po gabimet e njëjta, se 100% i kënaqur me performanca është shumë e vështirë me qenë. Nuk mundër se ka njerë gjithë shka mundet me ndodhë. Po. është e pa mundër me qenë 100% i kënaqur, po. Sa i përket shëndetit, je kujdesshme gjithmonë me veten? Shëndetit në çfarë? Ç'është po mendoj? Sa i përket ruajtjes së zërit dhe gjithçka tjetër, sa kujdesesh në këtë aspekt? Diqysh, kjo është sfidë, tash frek e kom pas audicionin për master. Edhe ka qenë qaqe vështirë, se jam konë totalisht në ngjiron. Nuk mund është me nalë, është një sen që ftofësh, je smut, ki temperatur, je me ethe, që ashtu të më ka ndodhë që o dasht me dalë. Po flasë për pjesës ku nuk mund është ti me kontrolu. Një grip, ose viroza që janë për ndryshe, duhet me pas, është kujdesi hidratimi i kordave zanore. Duhet me dit po fatkeqësisht do sene është e pamundshme mi u dalë për para. Kur flasim për pjesën e rrugtimit artistik, përgjyshem që e cike edhe pjesën e operës së parë kosovare, debutimit tënë si soliste, ndalemi pak më shumë edhe tek ajo pjesë, si ishte si eksperiencë? Debutimi me operën e Kosovës, shumë, si ta them, është përgjithësi e madhe. Është përgjithësi e madhe, edhe të njëjtën anë thu faleminderit që mu ka besu mu që kjo. Edhe jo munu realisht me marrë një këshill që ma ka thonë burri jam, Qëndrimi. Tha, Bulza, se mpajke që dinamika e këto normal njeri nuk e sheh vetën edhe sa bukur është me pas dikant, dhe unë jam me fat që kom Qëndrimin, që ta jep një pasqyre. Është mirë me pa njeri vetën për një kandi tjetër, edhe tha Bulza, tha, mirë, tha veç, a ka mundësi, tha unë, me t'u lut diçka? Thash po,
a bën pa me njës me shiju pak si proces, për shoh që edhe kom thonë, hej, okej, mire ka, edhe me të vërtet, momentin që e kom shtyp pak atë pjesën të vetë kritikës, edhe të asaj që qysh po deqbo, me të vërtet e kom shiju shumë, edhe s'ka lidhje, tek e fundit jemi njerëz që të shka mundet me ndodhë me gabu e kështu, fati mirë, kemi pas të tilla, mirë po e mora si këshill, e vesha edhe me që ata e kom një vetën shumë ma të sigurt, edhe e kom shiju, e më ka metë si kujtim, se për ndryshe po të vazhdojsha me qatë tempën e një, mendoj që e kisha arru krejt si eksperiencë, po një me është ndjenjë e fort, është ndjenjë e fort. Po, pavarësisht pjesës që të regove duhet gjithmonë t'jeshe hidratuar, janë edhe ajo pjesa e virozave, gripeve që s'ke qka i bën. Po, në përgjithësi të hysh në rol, kur je në skenë, të marrë parasysh që opera kërkon role të ndryshme, njerë edhe të dalësh dhe t'japësh gjithçka nga vetja. Ashtu është të dosh realisht me provu me ndryshu karakteristikat e tua për me jap form edhe me jap emër e fuqi rolit që e mban. Në Sor Angelika kam pas rolin e mësuseve të murgeshave. Edhe si tip ka qenë autoritar, po të njëjtën kohë edhe e dashtun edhe kujdesshme, thonë dasht me majt një farë mesi mes kësaj. Që them prej fëmijë kom shfaqur në këto dëshirën për aktrim e kështu edhe si persone kom natyrshme, po një kast ka qenë i mrekullueshëm që kam punu me neve, tu nis prej regjisorit e deri te dirigentët e personave që kanë qenë rreth operës me na ndihmu, na kemi mësu. Po thëmë, është përvoj operat të na momentalisht, është edhe përvoj e cila ty një farforme të jep një masterclass, një pasqyrë tjetër për qysh me e pa si mundësi. Se na jemi të ri në këtë fushë është e vërtet, po dashnia për punën e këto vullneti edhe fal operës që po bin njerëz me emër për me na mësu është vërtet. Është pjesa e kontrollit emocional, aktrimit edhe teknika vokale të njëjtën kohë, cila e sfidon Bulzën pak më shumë? Prej këtyne, mendoj që gjithmonë qëndroj të fusha jam, ku është pjesa e teknikës vokale, se është si lloj shkence ajo, çdo herë ka diçka të re dhe secili njeri e ka formën e vet të kënduarit. Ki një Pavarotti që e ka formën e vet të këndimit, edhe ki një Maria Callas, tash i krejt më varet qysh je, qysh të funksionon ty, si individ. Na jemi trup i ndryshëm, organizëm i ndryshëm edhe se cili funksionon si robotikën vete. E mendoj që kjo pjesa nuk është shumë e lehtë, që thojnë këndimi veç këndan, hajtë se veç ki me kënu, jo, s'është bashkë që ashtu veç se ki me kënu, se dalon ajo veç ki me kënu, edhe pjesa ku ti ki me këndu me një teknik cilën ta gjykon dikush, një teknik profesionale, me cilën i qasësh muzikës qoftë asaj muzikës argëtuese, cilën edhe atë pjesë e bëj, edhe pjesës profesionale, operistike. Para se dalim edhe tek pjesa e muzikës argëtuese, të flasim pak edhe për Bulzën si pjesën e mezzosoprano, si regjistër vokal. Çfarë e karakterizon këtë regjistër? Regjistrin si mezzosopran. Është zë i mesëm i femrës, i cili zakonisht dallohet prej volumit edhe ngjyrimit që ka, sepse kemi llojet ndryshme të zërave. Kemi prej altës e soprani, sopran lirik, sopran dramatik, mezzosopran, spinto, ka të ndryshme, po unë e qëndroj te mezzosopran, kështu klasik. Të thotë gjithmonë e ke gjetë vetëm në atë pjesë, por për shkak që e përmend edhe pjesën e muzikës argëtuese, kur ju pashkua jetës së Bulzës, se ke mendu
ndonjëherë edhe këtë formë, apo gjithmonë ke mendu vetëm këtë pjesën që të t'jesh pjesë e operave, si mezzosoprano? Një gërshetim mjaftë mirë. Realisht se prej fëmijë që ceka, muzika ka qenë pjesë e jamja. Nuk se cila këngë, se cili burim, se cili zhandër e ka qasjen e vetë, edhe une fjaj shumë bukur të mes të dyave dhe bëjme shumë kënaqësi prej këngëve të vjetra, popullore, qytetare, deri te këngët argëtuese ose gjuhëve të huaja që këndojmë në përndaja, ku jemi këtu, edhe këtu kemi qenë që po shfaqet pamja, kemi qenë në Pej me një festival ku kemi këndu, dhe kanë qenë këngë argëtuese, kryesisht to këngë që po dëgjohen në përndaja dhe në për. Publiku padyshim që dallon mjaft shumë, po janë besnik në të dyja format, edhe tek pjesa e operave, muzikës klasike në përgjithësi, po edhe tek pjesa e muzikës argëtuese. Po, se në secilin koncert ose ngjarje, publiku është i caktuar pikërisht për. Po. Ato se secili shkon për qefin e vet. Dikush ka qef me shku me ngu muzikë të vjetër qytetare, shkon, e din filan emri, e bën qëtë muzikë, si të sheh posterin që ka me kënu, për shembull që Bulza, e din që kënon këngë të vjetra qytetare, popullore, ka një mix mes rockut e kështu, edhe thonë, po shkojna me ngu se na e dojmë që ato. Ka me kënu që prapë e marrë vetëm Bulza, po kjo kënon kështu. Ja, be se s'po shkoj se nuk s'është çaj e lloji muzikës, kështu që mendoj që po, sepse secila e ka e thirrë atë publikën e vet. Përveç pjesës mbrëmjeve muzikore, provave të vazhdueshme operave, është edhe pjesa e projekteve. Një balancim mes të gjithave, po e shohim edhe projektin Vajza Shqiptare që ka një, domethënie, të veçantë për Bulzën, apo jo? Po, projekti është me Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit, ka qenë për fuqizimin e zërit të gruas, për mes këngës. Edhe i kemi bu disa këngë, cilat gradualisht janë të upustu. Kjo është e para, që quhet Vajzë Shqiptare, dhe tema e saj e ka mbi të se si vajzat shqiptare janë, edhe kanë me qenë gjithmonë vajzat të forta. Kështu që është në YouTube, është Spotify, është në këtë platformat, ku munden me dëgju. Edhe ka qenë realisht një projekt i lezetshëm, sepse përveç kësaj na kam edhe projekte të tjera të fushës komplet tjetër, që i kam me Kronin, është një DJ i ri, vendor, edhe bën muzikë fenomenale, është super. I kam edhe me të disa projekte që i përkasin fushës elektronike, këto muzika techno, afro, techno. Jam, thëmë, se Je zhëru, këtë zhanët. Ku thirët muzika, mundet më kone edhe Bulza, s'ka problem. Të se cilja ke mujtë me gjetë vetën një forma për tjetër, apo jo? Pa tjetër. Po të ky projekt, se përmende që ka një domethënie dhe flitet dhe për pjesën e fuqizimit të gruas në përgjithësi. Për shkak që Bulza gjithmonë tregove që e ke pas përkrahjen në fushën e artit, fuqizimi i gruas në shoqëri, roli i gruas sot në shoqëri, për shkak që tregove që do të vinë edhe projekte tjera me ka shumë të njëjtën tematik, apo jo? Po, është me të njëjtën temë, po tjetra këngë është realisht pak më e ndjeshme, ka qenë si lloj reagimi artistik i imi. Atë këngë kemi punu bashkë me burrin, me qëndrimin, edhe pse ai si përket fushës muzikës heq, është me marketing profesioni i tij, po ka talentin edhe është kemi bu muzikë disa herë bashkë. E kjo kënga tjetër është është e rëndë, kjo është pozitive është nëse, po sa i përket pjesës emrit gruas edhe të fuqizimit të zonit, unë e mendoj që ditë për ditë jemi të i dhanë arsye, mas pari njerëzillëkut, si njeri për shka jemi, për shka funksionojmë, për shka marim frymë, edhe pastaj hap pas hapi, se cili person po e merë vëmendjen e vetë, respektin e vetë, dhe shpresoj vetëm diçka që si cila vajzë e re, e cila gjindet me një pozit ku
mendon që nuk ka zgjidhje, për çdo sen ka zgjidhje. Gjithçka. Pra, deri tash, sa mujta me kuptu prej krejt bisedës, Bujsa gjithmonë ka qenë një person i qetë, shumë ambicioze, shumë punëtore, dhe gjithçka ja ka lënë në dorë kohës, punës, e po ashtu përmende edhe disa herë edhe për krajen shumë të madhe që ke pas nga bashkëshorti, ndoshta edhe në ato momentet kur ke pas më shumë të stres, emocione, ato ndjenjat e përzjera. Sa është me rëndësi të kesh një person të tillë afër? Dhe për pjesën e qetë, s'po t'isha me thonë. Jo, se sa po flet, kështu po ndina shumë qetë. Po që ashtu se, po duhet pak edhe në shtot në studio. Masi fundjavë. Si fundjavë, si person jam bëjak i dinamik. Edhe këta e din, krejt njerëzit që janë, du me thonë unë edhe në TikTok, që i bëj videot, janë komplet video, si tip jam shumë, e du humorin, e du me bo shaka, e kështu. Nuk jam fort person, po si natyr i marë senet orë të bot, edhe qetë, to e ki shumë e venë, se mendoj që rjedhimisht, nëse diçka ka me ndodh. Po, jo që ja kom lanë në ndorë krejt, valla, qysh ndodhin. Do senet duhet njeri me ja parapri, qoftë për mirë, qoftë kur është që është uarë në diçka e keqe, që e lyp vëmendjen tonë, e lyp kujdesin edhe e lyp rëndësin, që veçone më i mja ofru në shta, atëherë duhet mja dhonë respektin e duhur se cilës temë. Edhe po, fati madhë në jetë është me pas fatin e mirë, edhe këta e uroj se cilit person, si femrave, si meshkujve, që uroj që në jetë me unit përmbushën, qoftë profesionalisht, qoftë personalisht, qoftë në pjesën e dashurisë, ajo është një shtyllë shumë e fort, momentin që ti e lidh jetën me dikon, se dashnia i ka ato të vetat. E dim na krejt që jemi të e këshyrë, momentalisht emisionin e dim që dashnia i ka ato të vetat që pa tjetër se cili i ka të ndryshme. E dashur për me përmbyll këtë bisedë në mënyrën më të mirë, nëse je në disponim edhe pse sot ditë fundjave e diel, do kërkonim që këndosh sot pak diçka për ne. Pa tjetër, dhe mendoj që vendi jonë është vendi më i bukur. Dhe një këngë të bukur që e kalon pikërisht për këtë punë, është Muharrem Qena. Kështu që po interpretoj një pjesë të vogël, shpresoj që kam ju pëlqy. Dëgjoj me shumë kënaqësi. O vendim të thrasun me madh, këtu jetë më jep vetëm kjo këngë. Ku janë ato fusha, ku ato kaquba, vajza të bukura, si në vendin tim jo nuk ka. Faleminderit. Vajza të bukura, si në vendin tim nuk ka, që ku e kemi një vajzë bukur, faleminderit shumë. Dhe e shkutova pak e skongën për çështje normal që jemi. Ama kështu një disponim për këtë ditë të diel. Ishte shumë kënaqësi e dashur që të kishim sot në studion e fundjavës. Faleminderit shumë për kohën edhe për gjithçka që ndodhi. Faleminderit për ftesën shumë juve dhe gjithë stafit mrekullueshëm. Shpresoj se do shihemi prapë herën tjetër tamam me zërim, me orkestër, me këndu. Me shumë qef, me shumë kënaqësi. Kënaqësi, faleminderit.